Projekti i cili sipas planifikimit parashikohej të përmirësonte ndjeshëm infrastrukturën e bllokut të banimit, duket se po kthehet në një shqetësim për komunitetin në lagjen Rilindja në Vlorë, ndërsa projekti po zvarritet në mënyrë të pajustifikueshme, ajo që fillimisht u prezantua si një ndërhyrje e nevojshme dhe e mirëpritur për përmirësimin e infrastrukturës, sot është kthyer në një histori vonesash, pezullimesh dhe mungesa organizimi. Afatet për përfundimin e projektit tashmë janë tejkaluar prej kohësh, sipas planifikimit fillestar. Punimet duhej të përfundonin brenda 3 muajsh për realizimin e plotë të tyre, megjithatë ky afat nuk u respektua. Për një periudhë të gjatë kantieri ka qëndruar pothuajse i braktisur, pa aktivitet konkret, duke krijuar jo vetëm vonesa, por edhe vështirësi të përditshme për banorët. Së fundmi vihet re një lëvizje lehtë në kantier, por ritmi i punimeve mbetet tepër i ulët dhe larg standardeve të pritshme për një projekt të tillë. Në vend që të punohet me ritme të përshpejtuara për të kapur afatet e humbura, situata duket se vazhdon në të njëjtin nivel të ngadalt. Një ndër problemet më të dukshme është mungesa e fuqisë punëtore. Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë projekt është shumë i vogël dhe i pamjaftueshëm për përmasat e projektit. Për më tepër, një pjesë e mirë e tyre janë në moshë të thyer, çka ndikon drejt për drejt në kapacitetin fizik dhe efikasitetin e punës. Kjo situatë bën edhe më të vështirë avancimin e punimeve me ritme normale. Banorët e lagjes Rilindja po përballen çdo ditë me pasojat e kësaj situate, duke qenë se çdo afat tashmë është tejkaluar. Kërkesa e banorëve është e qartë dhe e drejtpërdrejtë për shpejtimi i menjëhershëm i punimeve, si dhe një angazhim serioz nga ana e institucioneve përgjegjëse. Ata kërkojnë më shumë kontroll mbi zbatimin e projektit dhe mbi të gjitha, një përfundim sa më të shpejtë të punimeve. Nëse nuk merren masa konkrete për rritjen e ritmeve të punës, për shtimin e fuqisë punëtore si dhe për përmirësimin e organizimit në terren, rrezikohet që ky projekt të zvarritet edhe më tej, duke humbur qëllimin e tij fillestar. Banorët nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa respektimi i afateve, si dhe realizimin e një investimi që është premtuar prej kohësh.